Tonë drejten, kur ma letune emocionalisht edhe shpirtnisht ma qetë nuk jom njësa atë natë. Wow. E kum hek një barë shumë të madhe prej vetit. Edhe cili ka komentet ty në kur dolje, sa në këtë ngjarje, në këtë histori, në këtë rrëfim, qa thanë? Kur gjojë, do me thonë, ata e dim ka shumë që unë e bëj, jo deri në qatë detaj, qysh më sa thotë mu koka jeme i bëj gjanat, po normal që më kanë kritiku pak për eskalimin e disa situatave që ka qenë normale, po në përgjësi kanë qenë të kënaqur me rrugtimin tam. Jo me këtë rrëfimin e pada fjallën se... Me rrëfimin më kanë thonë që sado që kemi përjetuar dhe sa herë që ti në televizion dhe sa herë që ti e tregon për neve është tu se po tregon për herë të parë. Kështu që unë e di që kanë qajtë shumë, kanë pi diçka për mu qetësu edhe ka qenë shumë e ronë emocionalisht për ata. Ama me ta dhonë dorën që thojnë se ke hi e përgaditur, e kështë pas misionin taman të kompletun, edhe kur theat natë tani le të postohen, thash, qa ka bo sasa? Për shumë njerëz, ti e ke shpalos sëmundjen me të cilën ke kalu, po kërkosh nuk ta ka vlerësu nështë anën e sinqert të fjallorit edhe të tekstit që na del nga shpirti, kur të regojmë që kemi një hall, pa vetë diçka me sy. Para gjykimet kanë ekzistu të ti. E kom cek gjithmonë që të na jemi mësu me i pa njerëz që kanë një problem shëndetësor, si gjuna ose të viktimizu të tjetri,